Presidenti i Republikës Bajram Begaj hapi pallatin e brigadave për gazetarët dhe njerëzit e medias, për t'i vlerësuar si gardian të demokracisë dhe interesit publik. Më shumë se sa një takim festiv, është një mirënjohje për çka ju bëni gjatë gjithë vitit. Në fakt, si çdo vit tjetër, ka qenë i pasur me ngjarje nga ato rutinë deri nga zhvillimet më dinamike politike, që më mirë se ju, askush tjetër nuk i raporton. Kreu i shtetit vlerësoi gazetarinë si një profesion me përgjegjësi të lartë publike, ndërsa pritjen tradicionale të fundvitit e cilësoi shenjë mirënjohjeje për punën dhe për kushtimin e përditshëm të gazetarëve. Siç e thotë edhe një shkrimtar i njohur kolumbian, Gabriel Garcia Marquez, gazetaria është profesioni më i bukur në botë, sepse është një profesion i vështirë, me shumë sfida. Duke cituar shkrimtarin Gabriel Garcia Marquez, Begaj u shpreh se gazetaria është profesioni më i bukur në botë, por edhe një nga më të vështirët, pasi mban mbi vete përgjegjësinë për interesin publik dhe informimin e shoqërisë. Presidenti nënvizoi se ndryshe nga profesionet me përgjegjësi individuale, gazetarët kanë misionin të shërbejnë qytetarëve dhe të jenë zëri i transparencës dhe llogaridhënies. Përgjegjësia e informimit për të vërtetën është ajo çfarë juve ju bën krenar. Presidenti falenderoi përfaqësuesit e mediave për kontributin e dhënë gjatë gjithë vitit dhe theksoi se informimi i saktë dhe i vërtetë është themeli që forcon besimin e publikut dhe e bën gazetarinë një profesion për të qenë krenar.